Mishte të gjeta. Po më prisje. Kemi shumë punë sot. Po qa shumë punë. E mori lumi punën e madhe. Po kjo është kënaqësi. Të gatuash, të gatuash në shtëpi dhe privilegji më i madh është të japësh edhe këshillat. Absolutisht. Dhe privilegji më i madh është të kem këtë në rajdën këtu. Ama, i bëhet qefi. Po jo, pse mos më bëhet qefi? Po i mila je. E lëm sepse shkojmë tek ëmbëlsira, prandaj dash të fjalë të ëmbla. Çdo njeri ka nevojë që ditën ta nisi me dashuri. Me energji, me dashuri, me buzëqeshje, të jetë falendëruese, mirënjohëse. Se e tillë është bërë jeta. Po, edhe unë jam shumë mirënjohëse, të them të drejtën, Olës. Sepse më bën që çdo ditë të tregoj anën profesionale timen akoma dhe më tej, ta shtritem më tej, jo vetëm ëmbëlsirat. Unë kam thënë që pika ime e dobët në kuzhinë kanë qenë si ato brumrat. Brumrat si kam dashur. Dhe ka ndodhur e kundërta që brumrat i dua më shumë. Mirë. Ndonjëherë që na ndodh që gjërat që nuk i kemi dashur për shembull në një moshë të dua më tepër. Po, shiko. Vjen një moshë tjetër dhe ti provon dhe eksperimenton. Gjithsesi, duke u ndalur tek kjo panoramë që regjia po na ofron, ne po ju tregojmë se çfarë Ola sjell në treg. Për kaq shumë vitesh dhe duke sjell një përpunim shumë të mirë dhe një paketim, ambalazhim që është shumë i domosdoshëm për produktin e mirë, që është një produkt delikat, duhet thënë. Ambalazhimi duhet të jetë i mirë, duhet të ruajtur në kushtet e duhura, si në magazinat e Atlas, ashtu edhe në kushtet e shtëpisë ku ne e blejmë. Pra paketimi të jetë i mbyllur, i pothitur mirë për të ruajtur nga mikroorganizmet e jashtëm, nga lagështia, pra duhet në vend të thatë, e tjera si këto, të cilat dolëm kështu kalimthi. Por me mielin Ola çfarë do të përgatisim sot? Mua më pëlqen që thet çfarë na sjell në treg. Edhe unë them çfarë na sjell në Çanak, çfarë na sjell në Konak, çfarë na sjell në Tryez këtu, në Rrezë Dielli. Sot na sjell krepat. Sot do bëjo krepa me ertiganin. Unë e them Nikit, saj që kemi krepa, hajde Niki këtu sepse është zonja në hedhjen e krepave në tigan. Sot i kam në tepsi, kam shfëtuar nga i tigani. Në tepsi është shumë e kollajt, 1 letër pjekje, në fund fare vendosni pak ujë ose pak vaj që të jetë që të puthit të ngjitet 1 letra. Tu, unë kam 2 vezë. Kam qumësht, mielin, krip, sheqer, plur pjekës, pak vanilje, gjalpin që unë e kam tretur, dhe rusht të thatë, pra është opcionale, rusht të thatë, çokolata, çfarë të doni ju, nuk doni asgjë fare, patjetër, sepse këtë edhe mund ta mbushni. Po, atë e lëm në vijim. Në fantazinë e visave, çfarë mund t'i mbushin. 2 vezë. Që t'i rah. Pak sheqer dhe pakës krip. Furrë mos harroni të jetë e parangrohur, unë e kam vendosur në 215. Në momentin që do vendos furrën në tavë, patjetër furrën në tavë. Hajde vënja Albana. Na marrim këtu në Tryez, ta vendosim në pjekje. Marrim furrën dhe vendosim këtu përpara nesh. E bëjmë këtë, kemi kaluar në nivel tjetër. Tani këto krepat i kemi në furrë, pancake në tepsi, do t'i pjekim aty dhe me gramaturat pastaj jemi sipas sa të tilla do t'i donit juve në shtëpi. E rëndësishme është që t'i kombinoni mirë të gjitha produktet, mos mungoj asnjë prej tyre. Dhe po ta lexuar tani sa të shpërbohen vezët, sepse duhet të bëjmë një shpërbërje të mirë të tyre për ta ndihmuar edhe masën që të jetë homogjene. Shtojmë aty qumshtin pas vezëve. Pra, pancake në tepsi dhe do t'i pjekim avash pasi t'i kemi shtuar të gjitha produktet në tas. Pra shtuam vezët fillimisht, qumshtin, pak sheqer. Nuk kemi nevojë që të shtojmë të rahim sheqeri me vezë, absolutisht ja. Sheqer, pakës krip. Me radhë, vanilje, plur pjekës,
Do të shtoj gjalpin. Gjalpin e shkrir, gjalpin tretur. Gjalpi zbut edhe përbërësit e tjerë, i bën që të treten më kollaj dhe sheqeri. Tani një miell që shtohet si një pudër, i imët fare, i ajrosur, duke e kthyer tani këtë masë në brumë të butë. Dhe pse unë kam të rrjedhshëm. Më tepër miell faktikisht. Kam më tepër miell, pakës fare ujë nikit lutem këtu. Po. Të gjithë të masë do ta shtrojmë tek letra e njomur. Ose të tepësia fillimisht ujin dhe më pas shtojmë letrën. E shtrojmë këtu që të ngjitet, sepse do ta vendosim atë masën tani që krijuam me anë të brumit. Pra do të jetë si masa e brumit ose konsistenca që kanë krepat. Tamam për krepat. Tillë duhet. Që të qëndroj një shtres tek luga. Pra luga të jetë e veshur kur ne e mbushim tek tasi. Do të shtoj rushën e thatë e kam vendosur në ujë. Që mos të qëndroj, po. Kaq të tu. Këto si që janë mund të mbushim edhe me djathë të grira. Pra nëse duam shije të ëmbël. Po, është ajo shija që ne themi agrodolce. E ëmbla? Ose mund t'i kemi të dyja bashk. Dhe e kripura bashk. Edhe djathë edhe rushë të thatë. Si që është tani kjo masë, direkt në tepsi. E sigurisht që në fund veten kokrat e rushit të thatë, do ta lëm që të zërvënd në të gjithë madhësinë e letrës së pjekjes. Do t'jetë një petë e pjekur e butë. Po, duhet e butë, duhet. Edhe këtu. Pastaj për ta serviru mund ta mbështjellim si role ose servirim në varësi të letrës. Se pengon pak edhe letra, në qofë se një cepi nuk është i lagur. Ja, këtu jemi. E vendos në furr duke ullur dhe temperaturën direkt. Po, që të mos digje, sepse është vetëm një shtres e holl brumi, unë do të bëj një përmbledhje tani të produkteve që na u deshën për përgatitjen e pankekit në tepsi. Ju duhen 2 kokra ves, 1 gotë qumësht, 2 lugë gjelle vaj ose gjalp i shkrir. 1 lugë çaj vanilje, 2 lugë gjelle sheqer ose mjalt, 1 gotë e gjysmë afërsisht me miell, 1 lugë çaj pluhur pjekës, 1 maj kripe, reçel, pastaj për ta servirur, kjo është në dëshirën tuaj, do ta shohim deri në fund kur të servirim këtë pancake në tepsi dhe për ta mbushur sipas sugjerimeve që u dhanë. Mund të jetë një mbushje me rushin e thatë, mund t'i shtoni po ashtu edhe djathë brenda saj, ose vetëm rush të thatë, ose vetëm djathë. Kjo është në dëshirat tuaja. Rruga ishte kjo e përgatitjes. E vendosëm për t'u pjekur dhe receta përfundoi këtu. Rikthehemi në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit. Deri tani kemi përgatitur një pancake në furr dhe shifeni rezultatin se si është pjekur, ngjyra, aroma që ka marrë. Ishte shumë e thjeshtë në përgatitje, por nuk ka përfunduar me kaq, sepse siç është kështu e gjitha, do mbështille dhe do ta mbushim
do të tregojmë pak më vonë se si do të vazhdoj procesi i saj, por më parë, për ju që keni kuriozitet dhe sa po e keni hapur ekranin, se si e përgatitëm, këto kokrat janë në rrushi thatë dhe në tas kemi përzier 2 kokra vezë për këtë recet, ja tregoj edhe një herë se mund ta përgatisni shpejt e shpejt, gjatë kohës që ne merremi me mbushjen, ju e piqni dhe merrni dhe sugjerimin tjetër me çfarë mund ta mbushni ose mund ta lëni kështu siç është, mund ta mbushni me të ëmbël, me të kripur. Reçelin që keni përgatitur ose atë që keni nga vjet. Po. Me ndonjë krem, çfarë mund të keni në shtëpi, krem tahin, kujtun, çoko krem, Çfarë të dëshironi? Nga më e shëndetshme deri te më e pashëndetshmja. Çfarë kishte brenda ky pankek apo kjo përgatitje e tillë, do t'ja tregoj tani me një herë, shënojni produktet, 2 vezë, 1 gotë qumësht, 2 lugë vaj ose 2 lugë gjalp të shkrirë, ne zgjodhëm gjalpin e shkrirë, 1 lugë çaj vanilje, 2 lugë gjelle sheqer ose mjalt, 1 gotë e gjysmë miell, 1 lugë çaj pluhur pjekës, 1 maj luge krip dhe reçel, siç e tham, sipas dëshirës. I përzjeni të gjithë produktet, derisa të krijoni një masë pa kokriza delikate edhe homogjene, e shtroni te kjo letra, të cilën paraprakisht do ta keni njomur nga poshtë që të ngjitet pas tepsisë, piqeni dhe ja ku e keni. Tani ato qoftë edhe makaronat, ja shiko, filluan të sa zjejnë. ujë ka këtu, derisa të përthithet uji, do thotë që makaronat janë të bëra gati. E marr dhe vendos në furrë pa vendosur djathtin sipër. Djathtin e kemi më njanë, i duhet për e vendos në pjesën poshtë të rezistencës, duke ndryshuar edhe këtu temperaturën, diçka më lartë se sa pankek. Okej, kaq kemi përgatitur deri në këto çaste, tani kalojmë në fazën tjetër, në recetën tjetër. E lëm të ftohet, mund ta heqim fare nga tepsia dhe djersitet pak kështu. E lëm derisa ja shiko fillon edhe shkëputet vetë. Shkëputet vetë, ndërkohë edhe ne e pam, kështu që e mbarojmë këtë gjë? Po, si më ta mbushur, ta mbarojmë që mos na thahet. Me çfarë dëshiron ta mbushim? Unë Të japim shi të kripur apo? Kam të kripur, por me që kam djathin, i biem shkurt e çfarë ka? Edhe riciklojmë çfarë produktesh kemi. Po mirë, te kripura do qëndrojmë. Do t'i vendosim pak kërpudha, më thuaj. Bukur fort, po, kemi kërpudha. Nëse kemi kam, atëherë. Kërpudha i përzjejmë me pak djath, i ka urdisim, i skuqim pak me vaj ose me gjalp. Shtoj pak zgjalp. Pra i skuqim kërpudhat në qik. Pra, bëj shkëputjen e bishtit. Edhe këtë këtu. Ka që më duhet. Shumë bukur, se na dhanë një ide të mira tani nga prapa kamerave, me tiguilio, ambushe ky pankek, se kemi disa lloje. Atëherë, si shkon andej, ne kemi këtu, gjithandej kemi tiguilion ton, që na nxit shien, me pistakjo, me domate pesto gjithashtu, me ricota, me speca, me çfarë të doni ju. Pra, këto kavanoza të shishëm edhe të prodhuara me shumë dashuri, nuk mbushen dhe nuk përdoren vetëm për pastat, por ja një rast kur ne frymëzohemi për t'i shijuar dhe për t'i marrë më të mirën e mundshme këtyre paketimeve të gatshme, kavanozave, që kanë shije nga më të larmishmet. Oh, çfarë arome, çfarë arome. Kë zgjodhi ti pistakjot me s'ka, është ricota. Ricota dhe me shijen e fistikëve. Krepa mund t'i mbushni, panine të ndryshme, edhe një luk tjetër me vendosni të pankekun. Hape këtu. Ja një shtres
Po, bravo që të shkoj në mëndë, shef. Edhe pak vaj unë këtu. Një pun, o bëje tamam, o hiqfare, o gjej shien, ose lëre. Se ne kishim bazën, po mund të gjenim të kripura veten, apo tek e ëmbla. Këtë ëmbla kemi sjell, petulla, gjithandej. I kemi shoqëruar me reçel, me mjalt. Tani këtë masën. Ne atje kishim në një shije tartuf, se sa të vë syze. Kemi dhe tartuf, ka tartuf. Më merr dhe pak në shije tartufit, sepse kërputa shkon shumë me tartufin, edhe është ndërthurje shumë e mirë e të dy shijeve. Sa të vë syze tun? Andeja po këtej në të dyja spendat. Bravo. Direkt dora tek tartuf, piper të zi dhe rikota. Unë them, kjo është goca që dua, më kjo është shija që dua. Sa mirë, salcë pesto, thot me rikota, tartuf dhe piper të zi. Tani kush, tartufi dihet që ka një aromë të fort, po, dhe shkon shumë me kërpuda. Janë të dyja kërpuda, të dyja ushqen me sheqer. Dhe është shumë i shëndetshëm. Ta e tha të direkt. Moj korçare, se na vdi që fare, ku të randë tani do 2, 3 apo çfarë? Kaq bol, kaq. Kavanozat të hapura siç i kemi, nuk ikin kot. I mbyllim kapakun dhe i përdorim për recetat e tjera. Është një aromë aq ndjellse. Siç është tani masa, se është dhe kremoze, se ka rikotën brenda, pjesën e tartufit. I vendosim tani një thjesht e hapin, ajo luga ka vetëm pesto. Pa, nuk më duhet që t'jetë kërpudha? Më shumë e përqendruar në qendër. Tani kjo mas do të mbështillet. Super u bë. Ka që... E mjaftueshme për mbushjen. Tani kujdes me mbështjelljen. Peta është e butë. Shifeni, mbështjellet shumë kollaj, edhe del kollaj fare nga letra. Ja, unë tresh pak më tej. Që ka rushën e thatë, sepse i shkon jashtë masë kjo shije. Super. E puthiti mirë, e shtrëngojmë mirë që të ngjiten mirë produktet brenda. Kemi mundësi tani që kur ta presim, çfarë shije do të ketë. Me këto të dyja. Me salcën e pestos me rikota, tartuf, piper të zi dhe gjithashtu një përzierje tjetër e rikotës me djath dhe fistik nga ngjyra jeshile e tyre. Kullon më mirë në një dras, kërë që dhe aty po e servirim, është goxha mas. Tani me këtë prerjen, me mbushin që do shohim brenda, goja lëng. Hajde mbyllim pak më përpara sot. Shifeni tani, si duket mbushja? Është e mrekullueshme. Besomëni kur ju them në diçka. Kaq duhet për t'i thënë shijes. Të ngjatë jeta. Edhe mirë se erdhe dhe të ngjatë jeta. Pra edhe me këtë mbushjen e quam në tjetër nivel atë, e vendosim pak përpara që do duket kanë të shumë bukur
e quajmë në tjetër nivel shihen me mbushjen, me kërpudha dhe me pjesën tjetër të salcave apo sugjerimeve nga Tigullio. Gjithmonë kujdesemi që t'ju sjellim shihen më të mirë të çdo përgatitjeje. Këto të tjerat janë për ne, ato i kemi për misht, këto që ne ngelen këto të fundit. Një kategori tjetër, një larmishmëri e salcave që Tigullio prodhon për t'ju rritur atë fantazinë se si dhe ku mund t'i përdorni ju. Përfunduam me këtë recetë. Tani,